Jemi 20 kilometra larg Këlcyrës në zonën e Bupsit. Këtu jeton vetëm një familje. Këtu vetëm unë kam betur. Mbijetojmë. Unë e burri kemi gjetur tani. Praktisja ka ndodhur shumë në këtë zonë. Në jug të Shqipërisë, mes maleve që duket sikur prekin qellin, shtrihet lugina e Dëshnicës, në zonën e Këlcyrës. Një luginë që dikur pulsonte nga jeta dhe zërat e mira banorëve, ndërsa sot mbart më shumë heshtje se sa gjurmë njerëzore. Ndodhem në luginën e Dëshnicës, në zonën e Këlcyrës. Kjo luginë përmbledh rreth 48 fshatra, dikur numëroheshin mijëra banor, ndërsa sot bëhet fjalë për qindra, ndoshta edhe më pak. Një realitet që tregon për ndryshimin e kohëve dhe zbrazjen e zonave rurale. Këtu ngrihet mali Trebeshinës, pjesë e vargmalit Trebeshin, Dhëmbel në Mërçk, me një lartësi prej 1922 metrash. Një vend i bukur, por gjithnjë e më i vetmuar. Për gjatë gjithë luginës rrjedh zalli i Dëshnicës, degë e lumit Vjos. Një rrjedh ujë që dikur i jepte jetë çdo fshati përreth. Sot ai vazhdon të rrjedh mes gurëve dhe heshtjes, dhe ashtu si rrjedha e tij e shpejt, duket se kanë ikur edhe njerëzit. Lugina e Dëshnicës historikisht ka qenë organizuar në 3 komuna kryesore: Ballaban, Suk dhe Dëshnicë. Me ndarjen e re administrative, këto komuna nuk ekzistojnë më. Ndarja e re administrativo-territoriale e vitit 2015 shënoi një pikë kthese për këtë zona. Për shumë fshatra, kjo u përjetua si goditja e fundit. Vëmendja dhe investimet u përqendruan në qendrat urbane, ndërsa zonat rurale mbetën gjithnjë më shumë në harres. Dhe kështu, jo vetëm njerëzit u larguan nga fshatrat, por edhe vetë shteti duket sikur u tërhoq prej tyre. Të gjithë këto fshatra po braktisen nga dita në ditë. Edhe ato pak banorë që kanë mbetur janë kryesisht të moshuar. Edhe pse natyra të ofron një pamje mahnitse, kjo nuk mjafton. Bukuria nuk i mban njerëzit këtu. Ata kërkojnë punë, kërkojnë të ardhura, kërkojnë një mënyrë për të jetuar, diçka që nuk kanë mundur ta gjejnë në këtë vend. Destinacioni ynë është fshati Bubës, një fshat ku sot jetojnë vetëm 2 të moshuar, burrë e grua. Rruga e asfaltuar përfundon këtu. Mëtej ajo kthehet një shtek të pashtruar me gropa dhe vështirësi. Përroj ka sjell shumë ujë dhe nuk mund të vazhdojmë me makinë. Pjesën tjetër të rrugës do duhet ta bëjmë në këmbë. Bashkë me ne është edhe Moreno Alamani, një i ri që çdo ditë udhton këtu për të mbajtur gjallë shkollën. Në klasën e tij janë vetëm 5 nxënës që vinë nga fshatrat përreth. Tu jemi në zonën e Bupsit. Unë jam mësuesi i shkollës së kësaj zone. Kam shtet 7 vite që jap mësim këtu. Shkolla është shkollë 9-vjeçare me klasa kolektive, ku nxënësit një nxënës në klasë të 4, një në të 9, një në të 7, një në 8, dhe jap të gjitha lëndët, sepse kështu funksionon në klasat kolektive. Sa veta janë në klasë nxënës? 5 nxënës që vinë një fshat, jo te fshat jemi tani, por në një fshat përballë që quhet fshati Beqara, andej vinë nxënës, domethënë duan 1 orë në këmbë të vinë. Dhe vështirësitë janë na më të ndryshme, sidomos kur koha është me lagështi, rreshjet e borës. Pak më përpara është lumi që është degë e lumit Dëshnicë. Edhe hera herës mundohemi ta kalojmë në këmbë ose me makinë nëse kalon makinë. Me makinat larta. Po, patjetër, po. Nuk ka prurje të shumta, je detyruar ta kalosh në këmbë. Po, ta kaloj në këmbë duke ashtu dhe sakrificë që bëjmë mësues, si unë jam nga Këlcyra.
Dhe 7 vjet që bën këtë rrugë çdo ditë. Po. 20 kilometra vajti, ardhi 20 kilometra vajti. Nuk e lodhur, nuk e mërzitur, nuk e dorëzuar që ta lesh fare. Jo, unë arsimin e kam pasion, të edukosh brezin e ri, është privilegj dhe është detyrë morale, detyrë për të bërë një brez sa më të mirë, që nesër pas nesër kjo Shqipëri të ndërtojë nga ata që e duan arsimin dhe që të dalë nesër një inxhinier, një mjek, një infermier apo një mësues apo një polic, çdo gjë. Kjo është një sakrificë për të vlerësuar, me thënë drejtën, se të vish këtu vetëm për 5 fëmijë çdo ditë në këtë lloj kushtesh. Është mua më pëlqen, ashtu dhe prandaj kam studiuar për pjesën e mësuesisë, më kam pëlqyer dhe kur jam edukuar vetë, kur kam qenë nxënës vetë, më pëlqente arti i dhënies së mësimit. Në këtë zonë kanë qenë mbi 10 shkolla, si puna e shkollës time, me klasa kolektive, por sot kanë ngelur vetëm 2. Shkolla ku japun mësim dhe një shkollë që është në zonën e Vinokazhit, Toshkës që është fshati, që vjen 2 mësues, sepse atje ka një numër pak më të lartë nxënësi dhe duhen 2 mësues për atë pjesë, ata bëjnë rrugë në këmbë, e kanë pak më larg. Atëherë ke 5 nxënës në klasa të ndryshme. Po, në klasa ndryshme. Çfarë klasash? Klasë të 4, klasë të 6, të 7, të 8 dhe të 9. Si zhvillon mësimin? Atëherë mësimi zhvillohet kështu në momentin që ti shpjegon mësimin për klasën e 4, sepse klasa e 4 quhet cikli ulët, dhe vën në punë pjesën e klasës 6, 7, 8 dhe 9. Me ushtrime dhe detyra. Po, me ushtrime ose me detyra ose me lexim, për arsye sepse klasa e 6, 7, 8 dhe 9 është sistemi AMU, do me mësimi mesëm i ulët, dhe i kanë mësime të përafta. Për arsye, do me në klasa e 6 kur bëjnë gjuhë, logjike që edhe klasa e 7 ka gjuhë dhe është pothuajse i njëjti mësim, si është më i zhvilluar dhe më i analizuar. Klasën e 4, që është cikli ulët, e vë në punë ose i shpjegoj mësimin dhe pastaj e vendos të lexoj. Po flas për lëndën e gjuhës. Në matematikë pastaj me ushtrime, me shpjegime, do të i alternoj në mënyrë që të asnjëherë nxënësi të mos jetë pa punë apo të mos jetë pa ushtrime. Presi, domethënë ndërkohë që bën me klasë me tjetrën. Nxënësit janë aktiv, domethënë në çdo lloj mënyre me pyetje me ashtu. Si duket interesi i nxënësve këtu? Për shembull, se jemi mësuar në qytet që ka rënë interesi i nxënësve më shumë nëpër smartphone. Këtu a ka interes për mësimin? Unë të them ndoshta dy juve u duket të çuditshme, po unë them që kanë shumë interes, sado që janë dhe domethënë që të merren me punë të shtëpisë, për arsye sepse zona ka bakti. Dhe logjike ata janë ndihmë për familjen dhe koha e kanë pak më të kufizuar se pjesa e qytetit dhe janë shumë të interesuar, ndoshta u duket çuditshme, janë shumë të interesuar dhe gjithmonë janë kërkues për pjesën e arsimit dhe kanë dëshirë që në të ardhmen të bëjnë diçka. Domethënë se thonë që o mësues ne baktinë kemi, shtëpitë kemi këtu, po pse mos të bëjmë diçka? Ne do të kemi gjithmonë. Pse mos bëjmë diçka më tepër? E shohin si dritare dhe si një mundësi për të dalë deri diku edhe nga kjo gjendje apo jo? Patjetër. E pëlqejnë fshatin, e duan, pavarësisht se janë larg dhe mundësitë dhe kushtet nuk janë krijuar te pjesa e rrugës, te pjesa e ndriçimit, sepse herë ikin. Domethënë siç janë pothuajse një pjesë e fshatrave që kanë problematikat e tyre në këto pjesë, nuk duan ta braktisin fshatin, po thonë që mund të mundohemi të kontribuojmë për fshatin, të bëjmë një infermier, kur mund të bëjmë një infermier dhe vi unë në zonën time. Thotë më e kanë dëshirë, janë pasionant pas asaj. Sa do vështirësitë e tyre që kanë. Ti jeton në Këlcyrë apo jo? Përderisa vjen nga Këlcyrë këtu çdo ditë, do të thotë që edhe ti ke një lloj si thosh pasioni për të zhvilluar mësimin në këto zona. Si të duket domethënë braktisja e fshatrave, sepse pothuajse një shtëpi këtu, 2 aty është braktis totalisht. Braktisja shpopullimi është shumë, domethënë në këto vitet e fundit ka ndodhur shumë në këtë zonë. Sidomos në gjithë zonën e Këlcyrës ka ndodhur shumë. Ikja masive e të rinjve, sidomos kur mbarojnë shkollën e mesme që vjen shkollar, është nëse ikim po themi 100% të nxënësve dhe vënë në shkollat e larta, është shumë e vështirë të kthehet 1%. Pse? Sepse atje arsimohen, fillojnë mundohen të bëjnë një punë edhe me të drejtë, s'ka çfarë gjë këtu. Sepse domethënë nuk janë krijuar kushtet. Nuk është investuar siç duhet për fshatin. Ne dimë që fshati është burimi çdo lloj gjëje për qytetin. Nëse investon në fshat, qytetin e ke gjithmonë plot. Se edhe llogaritë pse rriten gjitha çmimet, po themi të bulmetrave, të mishit, të këto në këto. Se nëse ka pas 10 kopë, sot ke 2. Ai është i detyruar ta ngrejë, sepse s'ka. Domethënë çdo gjë është e lidhur zinxhir në kjo pjesë.
Jemi 20 kilometra larg Këlcyrës në zonën e Bupsit. Këtu jeton vetëm një familje, familja Shahinaj me 2 antar, e vetmja e cila i ka mbijetuar vetmisë së këtij vendi. Në kontrast të fortë me kohën, dikur kjo quhej lagja e re, ku ekzistonin rreth 32 familje, ndërsa sot kanë mbetur vetëm gërmadhat. Pak më lart është fshati Beqaraj, i cili ka ende 4 familje, ku jetojnë vetëm të moshuarit. Tani do shkojmë te vetmja familje që jeton në këtë fshat, në këtë lagje, sepse kjo është lagje, dhe afër aty dhe shkolla 9 vjeçare, domethënë, për Ku ti jep mësim po, çdo ku ditë? unë jap mësim çdo. Petriti po i afrohet të 70-ave, bashkë me bashortën Fatbardhën vazhdon të jetojë këtu. Jo sepse kjo është zgjedhja që do kishte bërë, por sepse jeta nuk i ka lënë rrugë tjetër. Këtu vetëm unë kam mbetur. Vjeshtatojmë për 69. Ti me kë jeton këtu? Unë bashortën kam. Fëmijët janë larguar? Fëmijët janë larguar, rritë më martuan. Merrem me sa blekori, pensionist jemi. Ka pas përpara shumë Këtu familje kemi këtu? qenë 32 familje. 32 në këtë 32 lagje. familje në këtë lagje, në fillim të sistemit pas në thënjeshit, fillon të largoheshin dhe mbeta unë tani fund. Vetëm një. Vetëm një. Në fshatin Beqaraj, ka qenë 72 familje, kanë mbetur 4 familje. Kur kanë ikë më shumë masive, domethënë mas 90-s apo nga 2000 e ca? Po thoj se aty në fillimin e thënjeshit deri në 2000, po thoj se Thuaj se vitet 2000 u bëshatisën. Edhe 3-4 familje këtu, një tjetër aty në Beqaraj. Edhe ata po gjetën kushte, shkuan. Ne që s'kemi kushte, kemi betur këtu. Ti ke mbetur se s'ke ku të Se shkosh. s'kam ku shkoje. Sa vështirë është ti të ashtu se je dhe vetëm. Vështirë është, po mbijetojmë. Mbijetojmë, se s'kemi ku vemi. As rrugë Çam s'ka. pa, rrugën që bëm, s'ka një mirë mbajtje, se po se mbajtë rrugën do prishet. Prekte dhe poshtë aty te asfalti, që është rrugë e Beratit, po thoj se s'ka punojës. Ku i merr ti për shembull ushqimet? Sa herë zbret në qytet në Këlcyrë? Ushqimet, po thoj se njerë javë dalin, po më shumë i prosis me makinë që i sjell. Se s'vete dot, Vjen makinat e sjell tek familjet. po ti sjell. sjella me çmim pak më të lartë. Edhe Beqarajt, s'kan njerëz për të bërë poshtë, do të detyrohen. Njerë javë kërkon makinë, sjell këtu. Sjell ushqim. Po çfarë bësh? A nuk duket, Ndash të agjirat, ndash ushqimet, do thonë edhe për kafshë, Po. për baktit. jemi mësuar si që bëjmë. Jemi detyruar ti përshtatemi. Të rinjtë këtu nuk kthehen me një, e sigur të bëjmë propaganda, nuk kthehen me, se ata paka shumë e kaluan këtu. Këtu s'ka që penaj. Unë djallin nga ama atje dhe si kthehet fshatit me. Popullsia që ishte këtu nuk e mbante vendi. Ka Se pas shumë. s'kishin S'kishin toka, toka. pa ujë, edhe ujë të përpirë s'kishte, njeri s'interesojsh. Dhe zgjidhen bën vetë njerëzit që u larguan. Ai që s'pati mbeti në vend, ai që pati diçka lëvizi, po për bukë punon më atëherë, për bukë po punohet edhe sot. S'është puna se dua të qëndroj këtu. Po kushtet të bëjmë, të rish. Të vesh të blesh një shtëpi aty, të punosh një jetë nuk e bën dot. Të marrësh një shtëpi të vogël, Në Këlcyrë flet. Apo kudo. po ku ke fëmijë se ku do kishim mbështetjen, se po ti jam për Këlcyrë jam më mirë këtu, se Ja. e njëjta gjë është. Çfarë do bëj? Stranësia e madhe që nuk e përballojnë dot. Ai na tregon shtëpit për rreth dhe përmend emrat e fqinjve që dikur jetonin këtu, por që sot janë larguar një nga një. Sot Petriti ka mbetur pothuajse vetëm, pa një njeri me cilën të ndajë një bisedë. Shtëpia që e mal Kenës. Shtëpia kujt? E që e mal Kenës. Qemal Kena ka qenë atje, e braktisur totalisht. Braktisur, po tani Vin gjatë verës një gjatë muaj. verës vinë. Më në krah është Servet Kena, Servet Kena në krah janë. edhe me fyt Kena në krahun tjetër prapë. Janë 3 ato lart. Pastaj ato shtëpi të rrezuara,
Ato kanë qenë Ata vjetra shumë. s'kthehen, nuk kthehen me ata. Çfarë familje? Ato është një familje kujtim Kena, Erfan Kena, Kadri Kena, Ka qenë si lagje fis ato. si lagje atje, qazime. Me një mbiemër, Hysen Kena, Haki Kena. Ku janë, i di ku janë tani? I pjesë e tyre ka vdekur, të rinj janë fëmijë të tyre. Fëmijët janë në Tiranë. Tiranë, Durrës, Greqi kanë ata. Këtu? Këtu është një familje që vjen Beharit, quhet Sami Kenaj. Vjena i ka. Vjena. Duket pak më mbajtur ajo. Sa këto familjet në krah këte kanë ikur në Saran. Durrës ato janë 3-4 shtëpi lart. Të janë të rënuar fare, Po, s'vjen njëri. Ka krah këte pastaj, ja, 8-9 shtëpi në krah tjetër. Edhe ato nuk vijnë. Fare. Ja, Aty ke tufën Këto tënde. janë delet e mia. Janë me këto vinë vërdalsh. Po qendra fshatit, pastaj është Qendra lart. e fshatit ka qenë këtu, është rrethor këtu. Ka qenë këtu qendra Po, fshatit. se në fundin e prishjes së sistemit, ati sistemi pa, u vendos që do bësh qendër këtu. Do bësh dyqan e ishte, shkolla, ka qenë qerë dhe kopësht, ka qenë radha të. Edhe do ta bëni qendër këtu. Pastaj si mbasën edhe njëshit të ndryshoj. Po fshati tamam, ku është? Si quhet fshati? Beqarajn. Beqarajn. Ku është anë më Po, atë? aja kodra, që duke aty. Që është në drejtim Beqellit, Po, që. atë rruga është më e keq Po, akoma. po. Ande vetëm Beharit kalohet dimrit, s'kalohet me makina. Skalohet fare, edhe kanë ngjerë vetëm 4 familje. 4 familje. Vjen 2-3 familje tjera Beharit. Çifti të moshuarve i kalon ditët me punët e zakonshme të fshatit, derisa kanë ende fuqi për t'i përballuar. Unë vetëm shmbill 3 shera për bliktori. Qep, patate, fasole, gjera kështu. Me çaj mbjell, vjen pa makinë e ri, Kam një traktor të vogël aty. keni traktor vet. Ata 18 kohë fuqi. Gazel. Edhe i punon. Me to, ku të vjen mjeti këtu? Zinas mjete. Detyroj që ta mbej edhe një tillë. Shumë punë metra pastaj kemi të bliktorisë. Po shtëpinë, keni kushte të mira. Po të thash unë atje, u thja që resedi, një hodhaj më shamaun që të vi behaj që ta riparoj sa Çatia u prish. shatia. Shkoj që i shtyhemi. Derisa ta kemi shkruar, a? Sa të kemi. Kasmet pastaj. Ajo lagja atje si lidhe, ku ishte rruga që s'besim poshtë? Ka një rrugë tjetër aty, ku keni marrë malorin ju, Po? ndaj edhe rruga hitet për. Që kalam, do kalosh lumin prapë. Po, lumë. Ati Pa kemi urë. bërë një Apo betonë kështu. Vetëm, me para tona. Normal. Ka një kur fëmija, unë po rrim me burri këtu avash dhe ne do shkojmë pas fëmijëve. Nuk do rrim këtu gjithkohon. Ku të lej dhe qik fuqit, ha? Po. Fshati vështirë është. Fshati ka shumë punë. Fshati pos punove nuk jeton dot në fshat. Do mbash pak pulari, pak blektori, pak perime, gjëra që mbjellim. Unë e burri kemi ngellur tani. Neve s'kemi luaj se kemi transfer vendin, e thonë. E keni mbajtur, ju jeni 2 ushtarë të fundit. Po, 2 ushtarë e fundit me. E kemi mësusin. Edhe mësuesin, Po, kemi mësusin. Unë ngre në mëngjes, filloj punët, bëj mëngjesin, bëj drekën, darkën, ashtu ushqej pulat, punët e shtëpisë të gjitha, do bërë punët. Se do punom, se pos punove nuk jeton dot edhe në fshat. Në këtë luginë sot në bizotron heshtja, shtëpit janë kthyer në kujtime dhe rrugët në gjurmë që nuk i ndjek më askush. Petriti dhe Fatbardha vazhdojnë të qëndrojnë këtu, duke mbajtur gjallë jo vetëm shtëpinë e tyre, por edhe në cobës historie që po shuhet ngadalë.
ndërsa Moreno vijon të vijë çdo ditë për të mësuar ata pak fëmijë që kanë mbetur, si një shpresë e vogël në një vend që po boshatiset. Lugina e Dëshnicës mbetet një nga zonat më të bukura të jugut, por edhe një nga më të vetmuara, një vend ku natyra vazhdon të jetojë, por njerëzit po largohen. Dhe ndoshta pyetja që mbetet është, a do të ketë ende jetë këtu nesër?